Dy episode dhune ndaj turistëve të huaj kanë çuar në pranga 2 punonjës të një subjekti plazhi në Durrës, ndërsa 2 persona të tjerë janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Sipas policisë, të arrestuarit janë një 33 vjeçar dhe një 37 vjeçar, përkatësisht menaxher dhe punonjës i hapësirës së plazhit. Ata dyshohet se gjatë një konflikti kanë goditur me sende të forta 2 shtetas turq, duke shkaktuar dëmtime të rënda. Për këtë ngjarje ndaj tyre rëndon akuza për plagosje të rënd me dashje. Ndërkohë, në një episod tjetër të regjistruar në të njëjtin subjekt, policia ka referuar në prokurori materialet për 2 persona të tjerë, një 48 vjeçar dhe një 49 vjeçar që punonin si barakier dhe punonjës sigurie. Ata të dy dyshohet se kanë goditur dhe kanosur 3 shtetas të tjerë turq, të cilët ndodheshin në ambientet e plazhit. Sipas hetimeve paraprake, përplasjet kanë nisur pas debateve me stafit të subjektit dhe pushuesve turq. Të arrestuarit kanë deklaruar se konflikti ka ardhur për shkak të sjelljes së turistëve ndaj klientëve të tjerë, duke pretenduar se ata kishin shkaktuar shqetësime pavarësisht për lajmërimeve të stafit. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të 2 episodeve, ndërsa materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme.